Kryeministri Edi Rama këtë të shtumë në mbledhjen e Asamblesë së Partisë Socialiste ka kryer disa ndryshime të drejtuesve politik të qarqeve. Mësohet se Taulant Balla është vendosur drejtues qarku në Tiranë. Ai më parë ishte drejtues politik për diasporën. Nga ana tjetër, Erion Malaj u vendos drejtues qarku në Kukës, kurse Blendi Klosi nga drejtues politik në Dibër do të vendoset drejtues qarku në Durrës. Ulsi Manja nga qarku Lezhë është zhvendosur drejtues politik në Dibër, ndërkohë Ermal Nufi pasoi Manjën si drejtues qarku në Lezhë. Enea Karakaçi vendoset drejtues qarku në Shkodër. Arbian Mazniku mbetet drejtues politik në Elbasan, ashtu si Belinda Balluku në qarkun e Fierit. Ndryshime në qarkun Korç nuk ka, pasi Niko Peleshi mbetet drejtues politik. Mirela Kumbaro, Ervin Demo dhe Bledi Çuçi gjithashtu mbetën drejtues politik të Gjirokastrës, Beratit dhe Vlorës, ashtu siç ishin emëruar më parë. Ogjerta Manastriliu u konfirmua drejtuese qarku në Tiranë. Rama largoi 3 emra nga drejtimi politik i qarqeve: Benet Becin, Emiriana Sakon dhe Eduard Shalsin. Gjithashtu mësohet se nga strukturat, Eliza Spiropali është deleguar në njësinë 13 në Tiranë. Lindita Nikola është deleguar në njësinë 1. Në njësinë 3 janë deleguar Iris Luarasi dhe Edona Bilali. Në njësinë 4 janë deleguar Damian Gjiknuri dhe Blerina Gjylameti. Erion Braçe dhe Fatmir Xhafaj janë deleguar në njësinë 5 dhe në njësinë 6 janë deleguar Albana Koçju, Endrit Yuzeraj dhe Megi Fino. Në njësinë 7 delegohen Sofjan Jaupaj dhe Enkelejt Musabeliu, kurse në njësinë 8 Igri Hasani dhe Vilma Premti. Në njësinë 9 u delegua Olti Muzaka, ndërsa në njësinë 10 Besfort Lamallari.